Në sheshin historik të Flamurit, forcat e armatosura kanë zhvilluar në Vlorë ditën e hapur për publikun. Në sheshin e Pavarësisë, ndryshe nga vitet e mëparshme, janë shpalosur armatime të shumëllojshme, si dhe forca speciale të ndara në disa divizione. Prezent në ditën e hapur ka qenë edhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu, i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Vlorë Ermal Dredha, si dhe përfaqësuesit më të lartë të forcave të armatosura. Ministri Vëngu tregon se ditët e hapura kanë për qëllim jo vetëm prezantimin e forcave të armatosura, por edhe rekrutimin e të rinjve. Sipas ministrit Vëngu, punësimi në forcat e armatosura është një mundësi e mirë për çdo të ri për të bërë pjesë e një mundësie e cila garanton sigurimin e të ardhmes. Ai e vendos theksin edhe tek avancimi i forcave të armatosura, jo vetëm në armatime, por edhe në numër dhe strukturë vitet e fundit. Përshëndetje të gjithëve, gjendemi këtu në sheshin e Flamurit sot për ditën e hapur të forcave të armatosura në Vlorë, pasi përmbyllim sot një cikël që e kemi nisur që në datën 3 mars, një cikël rekrutimesh intensive dhe prezantimi të forcave të armatosura në gjithë komponentët e tyre, toksor, ajror dhe detar, dhe emergjencave civile, pranë gjithë popullsisë, pranë të rinjve, të shkollave, gjimnazëve dhe universiteteve. Dhe jam shumë i gëzuar sot që edhe bashkë me kryetarin e bashkisë, koronelin e qendrës së rekrutimit dhe admiralin e flotës, të mund t'i bashkohemi me gjithë nxënësve të shkollave dhe të bëjmë një prezantim në fakt edhe të avantazheve që ka karriera ushtarake, e cila kërkohet shumë e më shumë, mënyra se si rekrutohen ushtarakët, Akademia e Forcave të Armatosura, benefitet e statusit të ushtarakut, dhe besoj se kemi pasur një fillim të mbar sesioni rekrutimesh, mbasi siç e thash edhe një herë, karriera ushtarake gjithnjë më shumë kërkohet nga të rinjt. Është e vërteta, edhe sot jemi përpjekur që të tregojmë të gjithë larmishmërinë, qoftë të armatimit, qoftë mjeteve taktike, mjeteve transportit që keni mbas jush sot, që sapo kanë ardhur, dhe dëshira jonë në fakt është që t'i tregojmë të gjithë rinisë shqiptari që një profesion ushtarak ka brenda vetes një larmishmëri profesionesh të tjera, mund t'jesh inxhinier kimist, mund t'jesh inxhinier armatimi, inxhinier mekanik, mjek, infermier dhe kështu me radhë, pra një seri profesionesh kur vesh uniformën dhe një mundësi progresi në karrierë në mënyrë të qëndrueshme dhe mundësia gjithashtu që të kualifikohesh jashtë, të kesh studime dhe kualifikime në struktura lider në fakt pranë vendeve aleate. Për kryetarin e Bashkisë Vlorë Ermal Dredha, pjesëmarrja me forcat e armatosura është krahas profesionit një mision i cili garanton mbrojtjen dhe të ardhmen e atë dheut. Dredha tho se bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes ka qenë i kahershëm ndër vite, teksa zbulon edhe një tjetër projekt tepër të rëndësishëm, i cili pritet të zhvillohet dhe të prek nga dishullin e Karabrunit si dhe bazën e Pashalimanit. Nuk diskutohet që Vlora nuk është hera e parë që preket nga ky lloj aktiviteti. Kemi pasi bashkëpunim të kahershëm me Ministrinë e Mbrojtjes, bile do ta përmend edhe vitin që shkoi ka pasur një aktivitet të tillë, jo në kaq mas të gjerë, por kemi bërë lungomare. Bashkë me kolonelin kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm që si ne të jemi në drejtim të rinisë, shpesh flasim për profesione të reja, por harrojmë që ka disa profesione që kanë edhe një peshë të vetën sa i përket edhe sigurisë së vendit, edhe patjetër Ministria e Mbrojtjes këtu është munduar në detaj të informojë çdo të ri si funksionon gjithë procesi i rekrutimit të rinjve, duke i mësuar edhe gjithë detajet, pse jo ta shikojmë me shumë prioritet, sepse në fund ditës i shërbejnë atë dheut, që është hapi kryesor dhe gjëja më e rëndësishme, por patjetër është edhe një profesion që ka shumë vlerë sepse mirë paguhet, dhe siç e shikojnë edhe në politikat që ka vetë qeveria shqiptare, Ministria e Mbrojtjes, duke arritur edhe ato përqindjen e caktuar që është vendosur edhe nga pjesa të qenit ne antar të NATO-s. Pra po kapim gjitha parametrat e duhur për të qenë të denjë në gjithë aleancë të madhe me miqtë tanë dhe me vendet partnere, pse jo të kemi edhe një ushtri të konsoliduar sa i përket edhe stafeve edhe kapaciteteve njerëzore. Ministria e Mbrojtjes në fakt nuk dua të flas në emër të ministrit këtu, megjithatë që kur ka ardhur të paktën të detyrë, që ka marrë të detyrë, shikoj që ka një ndjesi të shtuar edhe një vëmendje të shtuar në raport me këtë qytet, i cili në fakt vetvete ka një specifik, baza ushtarake në Pashaliman, ku ne duam fakt ministri, jo ne thjesht të përqafuam sepse na vjen mirë që është në qytetin tonë, bëhet edhe atje një investim
serioz sa i përket edhe ekspozimit të asaj çka realisht përfaqëson Ministria e Mbrojtjes edhe ai vend në specifik. Është një projekt në fakt që po e shikohet me shumë vëmendje ministri dhe ne patjetër e përqafojmë. Sa i përket projekteve të tjera, kjo është një punë që vazhdon dhe nuk mbaron kurrë, sepse ne duam që të jemi dhe të ecim paralel. Aty ku promovohet vlera që ka Ministria e Mbrojtjes është gjithmonë e domosdoshme dhe aty ku ne jemi si pjesë integrale e këtij procesi, mos të hezitojmë, por të ecim bashkë edhe të bëjmë sillim projekte më të mira për qytetin. Në ditën e hapur të forcave të armatosura në Vlorë, pjesëmarrës kanë qenë forcat ajrore, toksore dhe detare, përfshirë edhe shërbimet mbështetëse, si emergjenca civile apo edhe shërbimet në rezervë.